Me që kohëve të fundit po folin shumë për xhelozi, për më sfigu çka është xhelozia, që kjo është xhelozia. E ka komentu tek video ku kom tregu që po kthehet gjesti, ose ku kom ripërsërit ata që e ka tregu gjesti, e ka shkru mi dek vllau dhe me qet muzikë mas një viti veç të ky kom pa. Po, për shembull, hajde më thuj ti ma hap emrin e një dikuj tjetër që ti menon që se ka bo, për me të kallëzu që e ka bo. A vëdin, kjo mënyra e kësaj qasje është aq banale, i bie praktikisht që nëse des dikush ti dush me lon punën e krejt edhe me i gjalli me gjallin, i dekmi me deknin. Po njerë sikur ti të kalbur në shpirt, vinë e komentojnë kalpsira. Për shembull, është një kalpsirë tjetër, një kriminal që kushërinjë të tina e ka therë grunë e vetë me thikë në sy fëmijëve, një ka Shqiponia. Në e një menën, edhe e ka komentu të video e gjestit. Kushërinjë që ati Shqiponjes e ka therë grunë e vetë para shkollës në sy dy fëmijëve. Pa thikë që se janë këta. Këta janë që të kalbur në shpirt. A vëden? Edhe ti i kalbur në shpirt, plasni, po edhe plasni, se kam ju kopë. Para më nëni, veç para lajmërimi sa rënë u kom për juve, po kur të kthehet një anar, u keni me kopë.